rregullores së punës së Kuvendit, në emër të lëvizjes Vetëvendosje, Aleancës për Armërinë e Kosovës dhe Nismës, frasim në interpelant Kryeministrin Mustafa për çështjen e VM. Përgjegjësinë e Kryeministrit të Kosovës për ushtrimin e kompetencave kushtetuese lidhur me nenin 94, paragrafi 1, pika 3 e Kushtetutës së Kosovës. Arsyetim. Sipas nenit 94, paragrafit 1, pikës 2 dhe 3 të Kushtetutës së Republikës së Kosovës, Kryeministri ka detyrim ekskluziv kushtetues që të sigurojë se të gjitha ministritë veprojnë në pajtim me ligjet në fuqi, si dhe të politikave të përcaktuara të qeverisë. Po ashtu, bazuar në aktin e brendshëm të qeverisë, rregullorën 02 thye për 2011 për fushat dhe përgjegjësitë administrative të zyres së kryeministrit dhe ministrave, sipas nenit 6, paragrafi 3 dhe nën paragrafi 3.2, Kryeministri është përgjegjës për kontrollin dhe bashkërendimin e punës së anëtarëve të qeverisë në secilin institucion qeveritar. Ministria e Drejtësisë, si pjesë përbërëse e Qeverisë së Republikës së Kosovës, sipas nenit 18, paragrafit 1, nën paragrafit 1.1 të rregullorës 02 thye për 2011, në përputhje me nenin 9, këto kompetenca duhet t'i ushtrojë sipas përkufizimeve për përgjegjësitë e ministrive të Qeverisë së Republikës së Kosovës të parashikuara në shtojcën 1 të fushave të përgjegjësisë të ministrive. Referuar këtyre përgjegjësive kushtetuese dhe administrative, gjendja faktike u përshkruhet këtyre problemeve të shkaktuara nga kabineti qeveritar. Në 1. Krimi organizuar deri me tani ka treguar që i ka mbijetuar organeve të drejtësisë në përgjithësi dhe po zhvillohet e mobilizohet çdo ditë pa u penguar nga aparati shtetëror i drejtuar nga ekzekutivi i vendit. Madje sot, veprimet e krimit të organizuar janë të pranishme brenda institucioneve, duke i kontrolluar dhe nënshtruar ato për interesat vetanake. Rasti që ilustron haptazi këtë problem të rënd është afera në Prokurorinë Speciale të Republikës së Kosovës. E gjithë shoqëria, po edhe ne si përfaqësues të tyre, presim nga ky trop prokurorial ta përmbush misionin me të cilin është themeluar, pra të luftoj krimin e organizuar dhe veprat penale me rrezikshmëri të lartë shoqërore. Rasti tjetër, po kaq i rënd është ai që ndodhi në gjykatën themelore të Prishtinës, ku një gjyqtari ju vërtetua fajësia lidhur me transferimet pronësore, me që rast është bartur prona publike në pronësi private, pikrisht duke keq përdorur funksionin e tij, por të njëjtit i shqiptohet vetëm dënimi me kusht. Në 2. Niveli i lartë i korrupsionit tashmë është përshkrimi që po e përkufizon Kosovën edhe ndërkombëtarisht. Po ashtu, ekziston edhe bindja e thellë tek qytetarët tonë se korrupsioni ka prekur hierarkinë më të lartë të institucioneve shtetërore. Bindje e cila po vërtetohet çdo ditë më shumë përballë mos reagimit serioz të qeverisë ndaj kësaj gjendje. Krahas asaj që kemi të krijuar mekanizma të shumtë të luftimit për luftimin e korrupsionit, për shembull Këshilli Kombëtar për luftimin e korrupsionit, Agjencia kundër korrupsionit, e deri tek departamentet e veçanta të themeluara brenda Prokurorisë së Shtetit dhe Policia e Kosovës, e ku më shumë po shpërfaqet lufta e klaneve brenda institucioneve publike se sa luftë kundër korrupsionit. Kosova, të nderuar kolegë, çdo ditë shpenzon mjete nga buxheti i shtetit për procedurat e prokurimit publik në vlerë prej 400 milion eurove, pa llogaritur mjetet e ndërmarrjeve publike të nderuara për mallra dhe shërbime të ndryshme. Në këtë cikël është stabilizuar tani një proces i detajuar korruptiv ku operatorët ekonomik dëshmojnë për përjetimet e tyre dhe ku mbyllja e mira bizneseve flet se Kosova ka degraduar shumë në mungesë të sundimit të ligjit. Në vazhdimsi, edhe me të gjitha lëvizjet e tjera të Kosovës drejt Bashkimit Evropian në raportin e progresit kërkohet që të kemi përmirësim sa i përket sundimit të ligjit. Kjo lidhet jo vetëm me funksionimin e brendshëm, po edhe me liberalizim të vizave, edhe me realizimin e drejtave të qytetarëve tonë, të cilat kryesisht nuk po ndodhen në mungesë të sundimit të ligjit. Procesi i privatizimit është treguesi i ndërhyrjes dhe pranisë së korrupsionit e krimit të organizuar në institucionet publike. Nga rasti i kryetarit të AKP-s që u gjet i vdekur në zyrën e tij, e deri tek rasti i drejtorit tjetër të dorëhequr brenda disa javësh,
tek privatizimi i Ballkonit në Ferrand, Llamkosit në Vushtri, lënies pa punë të afro 76.000 punëtorëve të ndërmarrjeve publike, dështimeve të qëllimshme të AKP-s sa i përket privatizimit me spin-off special, kanë vërtetuar se gjendja është alarmante, sa i takon shtrirjes së veprimtarive korruptive dhe kriminale në çdo valë të privatizimit. Të gjitha këto janë vërtetuar shumë herë, janë bërë shumë herë publike dhe përfshirjet e aktorëve të pushtetit ekzekutiv. Rasti i fundit që u bë publik është edhe përfshirja e ministrit të drejtësisë Hayreddin Kuçi në procesin e ndërhyrjes për sabotimin e hetimeve lidhur me privatizimin e fabrikës amortizatorëve në Prishtinë. Kjo gjendje është e lidhur drejt për drejt me ndikimet korruptive të pushtetit ekzekutiv në sistemin e drejtësisë dhe institucionalisht e lidhur me mungesën e mbështetjes së plot ligjore kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit. Si pasojë, sot kemi dukurinë e pasurimeve shumë të larta, shpesh të deklaruara e shpesh të pa deklaruara të zyrtarëve të lartë shtetëror në kurriz të pasurisë publike dhe në kurriz të qytetarëve të cilët çdo ditë e për më shumë po varfrohen. Problemi thelbësor në këtë luftë fiktive kundër korrupsionit është mungesa totale e vullnetit politik nga kjo qeveri aktuale, që përfaqëson vazhdimsinë e asaj të së kaluarës, siç e tregon edhe veprimtaria e ministrit të drejtësisë, i cili mbetet po i njëjti nga qeveria e kaluar, pavarësisht që performanca dhe rezultatet kanë qenë shumë të ulta. Sipas Kushtetutës së Republikës së Kosovës, neni 65 paragrafi 10 përcaktohet se Kuvendi zgjedh anëtarët e Këshillit Gjyqësor të Kosovës dhe të Këshillit Prokurorial të Kosovës në pajtim me këtë kushtetutë. Edhe përkundër kësaj dispozite kushtetuese, deri me tani anëtarët e Këshillit Prokurorial asnjëherë nuk janë zgjedhur nga Kuvendi. Ministri i Drejtësisë është anëtar i Këshillit Prokurorial nga marrja e detyrës dhe deri me tash asnjëherë nuk ka marrë iniciativë apo deklarim publik për këtë çështje, meqense ka qenë dhe është ende anëtar i një organi kushtetues i cili ka përbërje kundër kushtetuese. Në vend të këtij reagimi të munguar prej vitesh, ne kemi qenë dëshmitar të skandaleve të shumta brenda për brenda Këshillit Prokurorial, ku emri i ministrit është në krye të listës. Po ashtu, pjesëmarrja e kryesusëve të Këshillit Gjyqësor dhe atij prokurorial në procesin e negociatave me Serbinë, jashtë çdo autorizimi kushtetues dhe ligjor, është tregues i qartë i kontrollit të agjendes së ekzekutivit nga organet e drejtësisë. Kryeministri duhet të na tregojë rolin e ministrit të drejtësisë dhe korrespondencat në mes të Këshillit Prokurorial dhe qeverisë për pjesëmarrjen e Këshillit në këtë proces. Ministri i Drejtësisë Hayreddin Kuçi, si anëtar i këtij këshilli, ka dëshmuar ndërhyrjet e tij, duke krijuar grupe për të cilat madje edhe publikisht vetë anëtarët kanë akuzuar njëri tjetrin dhe i kanë quajtur publikisht si banda të brendshme në prokurorinë e shtetit. Kjo qasje e ka paralizuar Këshillin Prokurorial për gati një vit në procesin e zgjedhjes së prokurorit. Dhe ky është një dëm i pallogaritshëm për Kosovën dhe për vetë sistemin e drejtësisë. Sipas shtojcës 1 të rregullorës, për fushat e përgjegjësisë së Ministrisë së Drejtësisë është theksuar qartë që në kompetencë të saj është mbikëqyrja ekzekutive ndaj shërbimit korrektues të Republikës së Kosovës. Ky raport i përgjegjësisë në mes të ministrit dhe drejtorit të përgjithshëm të shërbimit korrektues ka qenë më shumë koordinues se sa përgjegjës. Deri më sot, të gjithë kemi qenë dëshmitar të skandaleve nëpër institucionet korrektuese, për të cilat Ministri i Drejtësisë nuk e ka ushtruar kompetencën e tij për të marrë në përgjegjësi drejtuesin e gjithë sistemit, i cili i përgjigjet drejt për drejt. Në këtë rast, Ministri Kuçi ka qenë i heshtur në pikpamje të kontrollit ligjor. Me 10 shkurt 2015 u nënshkrua marrëveshja për drejtësi me Serbinë. Me anë të kësaj marrëveshje u shpërfill në mënyrë flagrante sistemi i brendshëm i drejtësisë në Kosovë. Me këtë marrëveshje u konfirmua që Kosova nuk ka sovranitet të brendshëm në aspektin e ushtrimit të pushtetit shtetëror në asnjërin prej pushteteve, madje as në atë gjyqësor. Ministri i Drejtësisë është udhëheqës i grupit teknik për formimin e gjykatës speciale. Themelimi i kësaj gjykate cënon sovranitetin gjyqësor, pasi që ai krijon një sistem paralel nga gjykata themelore e deri ta Vazhdojeni dhe ta kryejmë fjalën.
Ajo krijon edhe një trup paralel të avokatit të popullit dhe gjykatës kushtetuese. Ministri i Drejtësisë në raportimin para Komisionit për legjislacion pa deklaruar se ky projekt ligj dhe amandamentet kushtetuese janë përgatitur nga zyra e Komisionit të Bashkimit Evropian në Kosovë. Të njëjtat materiale ishin klasifikuar si konfidenciale pa asnjë kriter ligjor dhe këto materiale ishin dërguar anëtarëve të Komisionit nga ana e Ministrit të Drejtësisë, kurse vetë Ministri Kuqi ka udhëhequr ekipin e ekspertëve për themelimin e gjykatës speciale. Të nderuar kolegë, për të gjitha këto arsye të lartë shënuara, grupet parlamentare nga Lëvizja Vetëvendosje, Aleanca për Armërinë e Kosovës dhe Nisma për Kosovën i propozojnë Kuvendit të Kosovës për miratim këtë mocion përmbajtësor. Në mbështetje të nenin 65.1 të Kushtetutës të Republikës së Kosovës dhe nenin 6.1 të rregullorës së punës së Kuvendit të Kosovës, Kuvendi i Republikës së Kosovës në seancën plenare të mbajtur me 21/5/2015 miraton këtë rezolut. Në një, Kryeministri në përputhje me kompetencat kushtetuese nga neni 94, paragrafi 1, pikave 2 dhe 4 të Kushtetutës së Republikës së Kosovës të shkarkoj Ministrin e Drejtësisë për shkak të mos përmbushjes së detyrave të dala nga neni 8, paragrafi 1 dhe neni 9, paragrafet 1 dhe 2, lidhur me shtojcën 1 të rregullorës numër 02/2011 për fushat e përgjegjësisë administrative të zyrës së kryeministrit dhe ministrive në bazë të përgjegjësisë individuale të anëtarëve të qeverisë, siç është e përkufizuar në nenin 97, paragrafin 2 të Kushtetutës të Republikës së Kosovës. Ju falenderit.